votimit u krye me sukses të plot, pra duke përdorur inteligjencën artificiale. Pamjet filmike të përftuara gjatë numërimit dhe vlerësimit me dorë të fletëve të votimit u lexuan dhe u analizuan në kohë reale nga programi përkatës kompjuterik i cili bazohet në inteligjencën artificiale. Në përgjithësi, leximi dhe analiza e këtyre pamjeve prodhoi pothuajse 100% të njëjtin rezultat me atë që doli nga numërimi fizik i fletëve të votimit. Pamjet e faqes ballore të fletës votimi, pra të asaj që përmban emrat e kandidatëve, u lexuan me saktësi të plot nëpërmjet sistemit të inteligjencës artificiale. U konstatuan vetëm disa pasaktësi në leximin e faqes së pasme të fletës votimit, ku ndodhen vendet e vulosjes së saj. Vlerësojmë që në të ardhmen arritja e saktësisë 100% në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit nëpërmjet përdorimit të inteligjencës artificiale do të varet nga ndërtimi i disa protokolleve teknike, të cilat do duhet të respektohen nga komisionerët dhe numëruesit gjatë kryerjes së procedurave të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Më së pari, është e qartë që do duhet të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, në mënyrë që rezultatet e prodhuara nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie të konsiderohen ligjërisht zyrtare. Po, ky ishte komunikimi im publik në lidhje me procesin zgjedhor dhe veçanërisht pjesën që ka të bëjë me numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit për zgjedhjet për kryetar të 5 bashkive. Pyetje? Ekselasheu Euronews Albania, zoti Celibashi, do doja të ndalesha pikërisht tek përdorimi i inteligjencës artificiale si test në zgjedhjet në Tepelen. Ju e konsideruat një test të kaluar me sukses, a e shihni të mundshme që inteligjenca artificiale të aplikohet në zgjedhjet vendore të 2027 si projekt pilot? Do të ishit ju dakord si kryekomisioner? Faleminderit. Ndoshta për të gjithë do duhet të sqarojmë që inteligjenca artificiale në rastin e zgjedhjeve mund të përdoret për shumë aspekte të procesit zgjedhor. Ne e pam si me dobi për ta përdorur gjatë procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Dhe në këtë rast përdorimi i inteligjencës artificiale nuk shmang nga pikpamja praktike teknike komisionerët ose numëruesit, sepse do të duhet të dikush që i shfaq fletët e votimit përpara një kamere, kamera i lexon, pamjet e përfituara nga leximi i fletës votimit nëpërmjet kamerës analizohen nëpërmjet një programi kompjuterik i cili përdor inteligjencën artificiale. Dhe në kuptim të kohës, të saktësisë apo dhe të elementeve të tjerë të dobishëm për gjykimin dhe për vlerësimin ton do të ishte udhës që të përdorej në të ardhmen. Gjithmonë nëse ne do të vazhdojmë të përdorim këtë mënyrë të numërimit dhe vlerësimit fletëve të votimit, pra të manuale. Se përdorim pajisjet elektronike të numërimit dhe të identifikimit, të vlerësimit fletëve të votimit, këtë proces si thua e kryen vetë pajisja përkatëse. Por sa kohë që inteligjenca artificiale po përdoret në shumë aspekte të jetës globale, nuk ka asnjë arsye pse edhe në proceset zgjedhore të mos përdoret në tërësi, pasaj se në cilin moment ose se për cilin aspekt të saj është një çështje e cila mund të diskutohet. E bën këtë test as të nxitur dhe as të frymëzuar nga praktika të tretëve të tjerë, por është momenti e ka sjellë zhvillimi global, teknologjik, si mundësi për ta përdorur këtë risi dhe s'ka asnjë arsye përse ne të kishim droje apo nuk e di çfarë fjalë tjetër mund të përdor për të hezituar për ta testuar përdorimin e
inteligjencës artificiale. Te dyshimeve, dilemave apo dhe qasjeve sarkastike të dikujt, ne vlerësojmë që ja vlente edhe me siguri do t'ja vlej në të ardhmen. Zoti Celibershi, këto zgjedhje në fakt kanë ngritur një shqetësim shumë të madh, siç është pjesëmarrja e ulët në 5 bashkitë e vendit, ndoshta më e ulta ndonjëherë, të paktën t'i referohemi bashkisë që ka patur edhe shifrat me pjesëmarrjen më të ulët që është Vlora. Në këtë kontekst, sa legjitim mendoni ju që janë kryetarët e zgjedhur të këtyre bashkive me një pjesëmarrje shumë të ulët, po le t'i referohemi Vlorës, me që ka pjesëmarrjen më të ulët, pra vetëm 12.5%. Dhe ju si komisioner, duke qenë se e njihni mirë kodin zgjedhor, doja propozoni politikës ta sanksionoj këtë në kodin zgjedhor, pra të sanksionoj një limit për pjesëmarrjen e zgjedhësve në procesin e votimit në mënyrë që të legjitimohet i zgjedhuri, në këtë rast kryetari i bashkisë. Po e konfirmoj të themi që në kryetarës që ata që janë zgjedhur, kryetarët të këtyre 5 bashkive kanë legjitimitet të plot në kuptim të ligjit. Janë zgjedhur nëpërmjet një procesi zgjedhor të ligjshëm. Dhe rezultati është legjitim. Do ngelet gjithmonë diskutimi në lidhje me faktin që përqindja që kanë marrë është një përqindje domethënëse apo jo domethënëse, përfaqësuese ose jo përfaqësuese. Për gjykimin dhe vlerësimin tim, e thash edhe dje, unë i përkas grupit të atyre, të themi, personave që angazhohen me procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri që të ketë një kufi të pjesëmarrjes për t'i konsideruar zgjedhjet të vlefshme. Po ka një grup tjetër që mendon që në një përqindje të caktuar zgjedhjet nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe do duhet të ripërsëriten. Ka argumente për të dyja pikpamjet. Ta vlerësoj politika, partit politike se si e kanë interesin dhe se si ato mendojnë që është interesi i qytetarëve. Për mua dhe ata që nuk votojnë në një lloj mënyre kanë një shprehje të interesit të tyre politik, shoqëror e të tjera. Zoti komisioner, për të vijuar dhe një herë sa i përket inteligjencës artificiale në zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të paktën ju jeni shprehur të gatshëm që ta përdorni këtë metodë të numërimit në një farë mënyre dhe në zgjedhjet e ardhshme. Por a do të rriste kjo koston për zgjedhjet? Faleminderit. Do parë elementi kostove, por nuk besoj më shumë do kemi më shumë kosto se sa në variantin e përdorimit të pajisjeve të votimit dhe të numërimit elektronik. Po janë dy gjëra krejt të ndryshme. Në rastin e votimit me makina, me pajisje të votimit dhe numërimit elektronik, koha e nxjerrjes rezultatit është me minuta. Në rastin e përdorimit të inteligjencës artificiale, në numërim dhe në vlerësim të fletëve të votimit, koha do t'jetë pak a shumë e njëjtë sa e kemi sot kohën, sepse çdo fletë votimi ti do duhet ta shfaqësh në kamera nga të dyja anët dhe pamjet filmike që përfitojnë gjatë këtij procesi do duhet të analizohen nga kompjuteri i cili përdor një program bazuar në inteligjencën artificiale. Pra do duhet që këto pamje në vend t'i vlerësoj individi, do t'i vlerësoj makina, të themi. Pra janë dy sisteme krejt të ndryshme. Dhe do duhet të bëjmë një zgjedhje, i duam rezultatet shpejt dhe sakt, apo do duhet që këto rezultate mund t'i kemi dhe për 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, apo gjysmë dite, dhe të sakta. E do parë dhe kostot. Rugova Dunisha, Televizioni Publik Shqiptar. Ne tashmë, zoti komisioner, kemi një ministri e cila i përket inteligjencës artificiale siç është diella. A mund të jetë në të ardhmen numërimi i votave një bebe e diellës
sa i takon administrimit të procesit dhe pyetja dytë po për inteligjencën artificiale, a mund të vi një kohë ku inteligjenca artificiale të plotësojë ndoshta edhe atë propozimin tuaj për një administratë zgjedhore të depolitizuar, pra për komisioner të depolitizuar të zëvendësoj? Faleminderit. Secili prej të interesuarve në përdorimin e inteligjencës artificiale i ndërton modelet bazuar në çfarë ai ka përgjegjësi ligjore apo institucionale. Dhe nuk janë platforma që rrjedhin nga njëra tjetra. Si e përdor KQZ inteligjencën artificiale nuk ka lidhje me se si e përdor një institucion tjetër, një ministri, organet e drejtësisë apo subjekte private. Nuk është se kemi një platformë kryesore dhe prej saj rrjedhin gjithë platformat e tjera. Inteligjenca artificiale, se po marr përsipër të shpjegoj më shumë edhe se ç'di ndoshta edhe se ç'jam i zoti për të shpjeguar, por gjithsesi për të mos i shmagur pyetjes tuaj, është një sistem i ndërtuar nga të tjerët, i cili mund të përdoret nga kushdo që shikon që ka dobi përdorimi e saj. Është një program, ta themi kompjuterik, po e them kështu trash nëse mund të konsiderohet i përkufizuar e tillë, i cili është parë që ka shumë dobi në përdorim në shumë aspekte. Ne po shikojmë dobin në përdorimin në zgjedhje. Qeveria shikon përdorimin e inteligjencës artificiale në punët e saj. Prokuroria në punët e veta, gjykata në punët e veta, biznesi në punët e veta.